Të jashtëzakonshme që pas tërheqjes nga kandidatura, sot të kem shansën dhe mundësinë të votoj për një zonjë, për një grua të dëshmuar që vjen nga shoqëria civile, një aktiviste e palodhshme në mbrojtje të drejtave të njerëzit, e njohur besoj për gjithë shoqërinë kosovare për ma tepër edhe spektrin politik dhe duke supozuar që kjo zonjë që quhet doktoresha Feride Rushiti, që po ashtu e kam edhe kolege, mjeke, një bashkëpunëtore shumë vjeçare sa i përket traumes, mund të ftoj të gjithë duke supozuar dhe duke ditur që me vite ka pas mbështetje nga shumë individ, nga gjitha subjektet politike si një grua jashtë politikës, por shumë e angazhuar për drejtat njerëzit, mos harrojmë e nominuar për çmimin Nobel për paqes bashku me organizatën e saj, që ka luftu për kauzën më të ndihshme në kohën kur këto institucione nuk e kanë ngritë zërin për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Andaj vetëm një mesazh e kam. I ftoj të gjithë kolegët, deputet, pozit e opozit, sot ta mbështesim doktoreshen Feride Rushiti, t'i japim zgjidhje kësaj krize institucionale. Ne tashmë kemi dëshmu se nuk e kemi për pushtet, ne tashmë kemi dëshmu që ne nuk luftojmë që t'i marrim gjitha pozitat. Kjo pozit edhe në të ardhmen duhet me qenë jashtë partijake, sipas mendimit tim, dhe mos të jetë më asnjëherë gur për të, si me thonë, i cili është pengesë në konsolidimin e institucioneve. Sot kemi mundësi këtë ditë bukur ta përmbyllim me një vendim edhe më të bukur, ku ne dalim me një emër, jemi dalë me një emër, jemi dy kandidate, por më rëm u dëshmu që doktoresha Feride ka mbështetjen më të madhe, andaj i ftoj gjithë të vinë. Këtu është vendi, jo jashtë. Unë ju lusë për asni... Nuk po e konteston opozitat e kaluara në zonën e Rushiti. Ata po thonë që jeni duke shkel kushtetutën, nuk ka kvorum. Vlerësoj jeni, po shiqo kvorumi bëhet pikrisht me prezencën e tyre, e janë i morezotri, kënd për akuzojnë, neve që jemi këtu, apo ata që me komoditet diku sot qoftë jonë duke pushu, duke qëndru në ambjente që nuk ishtë dashtë, se nuk jonë pagu, nuk jonë votu, që sot jenë diku jashtë këti institucioni. Kush nuk pe bën kvorumin, po ju pys juve. Kush po e qënë vendin zgjedhje, po ju pys juve. Ju falenderoj për punën, angazhimin, që po na mbështesnin kuptimin e përcjelljes punës tonë. Ju si gazetar, vlerësimin maksimal e keni nga unë. Opozita thotë që s'jeni konsultuar po kush nuk ku duhet konsultuemi? A duhet këtu apo diku në për kafe, si të kaluare? Ku është, po shiqo zonja Feride o gru, e besoj e moshës madhore, një zonë që asnjëherë nuk o përfshirë në parti politike, por e cila në këtë moment caktuar dëshiron të konkurrojë. Unë e di që zonja Feride ka pas edhe një rast vdekjes. Megjithatë, respekt për të dy kandidatët.